Pogradeci ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt finales së kampionatit të volejbollit për femra, pasi mposhti Skënderbeun në transfert me rezultatin 0-3 në sete, 25-27, 18-25 dhe 13-25. Ndeshja nisi e balancuar në setin e parë, por më pas skuadra pogradecare mori kontrollin duke dominuar në 2 setet e tjera. Volejbollistet e Pogradecit vlerësuan formën e mirë të skuadrës dhe besimin që po i çon drejt titullit, ndërsa nuk lanë pa përmendur edhe forcën dhe rivalitetin e ekipit të Skënderbeut. Ndihem shumë e lumtur për ekipin tim, i cili dha maksimumin 100% dhe u duk nga rezultati, por megjithatë unë dua të përgëzoj ekipin e Korçës, pasi ka pasur një rritje të jashtëzakonshme nga fillimi i sezonit deri tani në fund dhe është shumë për të përgëzuar. Dhe jam shumë e lumtur për fitoren. Pogradeci që në fillim ka qenë pretendenti kryesor dhe një fitore 3-0 në gjysmëfinalin e dytë është na kënaq, por dhe e kemi merituar. Dua të përgëzoj patjetër Skënderbeun për çdo gjë që kanë arritur deri këtu, sepse e di që u formuan pothuajse nga fillimi. Dua të falenderoj patjetër Pogradecin dhe gjithë tifozët ri që ishin këtu, sepse vërtet për Pogradecin është histori, por besoj për secilin nga ne është një vit shumë i veçantë. Ishte një ndeshje shumë e vështirë dhe ndërlikuar, por për fat të mirë arritëm të fitonim 3-0 dhe mendoj se ajo që bëm më shumë ishte ta shijonim lojën. Dua t'ia dedikoj këtë ndeshje gjyshit tim, i cili është ndarë nga jeta pak më parë. Kjo fitore është për të. Trajneri Besnik Lisha konfirmoi ambicjet e skuadrës për të synuar titullin kampion këtë sezon, duke theksuar vazhdimsinë dhe nivelin e lartë të lojës. Kjo është një ekip që është ndërtuar për këtë punë, edhe është një ekip shumë i fortë. Na prej fillimit të kampionatit deri tash s'kena pas asnjë humbje. Filozofia për ne si ekip, ne jena skuadër. Ne jena një skuadër që luftojnë të nevojat për qëllim. Dhe kjo është tani ideja, nuk mund ta fitoj një lojtare ose ta hupi një lojtare, sa do mirë e keq e qoftë. Kështu që kur luftohet si grup, marrim më të mirë të tanë lojtarëve. Kjo është forca e Pogradecit. Skënderbeu pavarësisht humbjes e mbyll sezonin me një paraqitje pozitive, duke u renditur mes 4 ekipeve më të mira të kampionatit.